Natën që ka ra tërmet, shumë u lëkon ndërtesa ku banojsha unë atëherë. Kom zvrit poshtë, ku dolën krejt banorë normal. Më kujtu që garant na mblidhemi shumë shpejt në mbledhje qeverie, kështu që jom gjitë nalt, jom vesh edhe e kum pa vozicën e ministrisë që veç kisha ardhur me marr. Kemi bë mbledhjen e qeverisë diku në 5:30 në mëngjes. Nuk di a keni këtë qeveria e WhatsAppit. Është e vërtetë që na kemi përdorur shumë WhatsAppin. Qysh është me punu me Edi Ramën? Atëherë puna me Edi Ramën është shkollën vete. Ajo është një udhëhec i cili e ka shumë të qartë se çka po don me mri, edhe është veç i palodhshëm. Është shumë vështirë me punu me to, normal, sepse dikush që ka qatë shumë kërkesa, gjithmonë ka aty edhe shumë tension e stres, po definitivisht shkollën e vete. Ai është ka të qartë se çka don me mri edhe nuk ndalon. Mandati jam në Shqipëri ka qenë krejtësisht i pazakontë. Pra kom shku në 2017 si zamjes ministre. Në dhjetor të 2018 për shkak të protestës së studentëve, që çoi deri ndrimi i 5 ministrave nëse s'gaboj, ishte edhe paraardhësia ime Lindita Nikola. Pra unë u emërova ministre në vlugun e protestës së studentëve. Edhe na qeshim hala me kolegët atje, me ish kolegë që ka ardhur era vezë të prishura në ministri për 2 muaj, sepse hedhnin vezë në murin e ministrisë edhe sari që është dritaret, ato po derisa u lyn ndërtesa. Pra jam emëruar ministre në kulmin e protestave. I kemi menaxhu për 4-5 muajt e parë të mandatit me pakon për studentët që e patëm. Protestat ishin me të drejtë, për ndryshe, sa për me qartësu këtë pjesë, sepse cilësia e arsimit lartë ishte shumë e ulët, studentët pagunin, nuk ishte pagesë shumë e madhe, por nuk merrnin diplom që i ndihmonte për me u orientu dika ma mirë në jetë. Sa u sistemum pak, edhe janë nisur me punu me politikë bërjen e zakonshme të Ministrisë së Arsimit, ndodhi tërmeti në shtator 2019. Nuk ishte shumë, nuk shkaktoi qatë shumë dëm sa tërmeti i nëntorit, që pat edhe humbje njerëzish, edhe u damtun shumë shkolla. Edhe ka qenë edhe stres edhe shumë përgjegjësi me mujt me thonë çka do të sakt për ju tregu prindërve a mujt mi kthy fëmijët në për shkolla, apo jo. Një pjesë e madhe fëmijëve nuk u kthyn në shkollat e tyre, sepse ishin të papërdorshme. Edhe ajo krijoi një farë kaosi. 3 muaj mas kësaj, 4 muaj mas kësaj, domethënë në fillim të marsit, i mbyllëm krejt shkollat më për shkak të pandemisë 2019, kështu që nuk mandat krejtësisht i pazakont, unë nuk e ndroj me kur gjo, nëse të pëlqen politikë bërja, të pëlqen qeverisja, edhe bën çu shumë bone që edhe kom studiu, edhe kom mundu me praktiku si aktiviste për ndryshim të politikave publike. Është super me të ardhë edhe rasti me mujt me qeverisë edhe me pa nëse është e vërtet që ajo që mendon kur je jashtë, kur je jashtë mendon që nëse ki buxhet, ki ide të mira, ki vullnet politik, sandet vish bohen. Tani je aty edhe shet që sandet jo, nuk është qashtu, sepse ka plot edhe pengesa, disa me të drejtë, është mirë që disa prej shtysave, si me thonë, politike për ndryshimet shpejta nuk ndodhin, sepse ndryshimet e shpejta në një sistem aq të madh janë të problematike. Po mëson shumë, unë kom mësu shumë edhe nuk e ndroj me asgjë atë eksperiencë. Unë veç e di që natën që ka ra tërmet, ishte diçka si 4:30 në mëngjes, edhe shumë u lëkon ndërtesa ku banojsha unë atëherë. Kom zvrit poshtë, dhe ku dolën krejt banorë normal. Manej më kujtu që garant na mblidhemi shumë shpejt në mbledhje qeverie, kështu që jom gjitë nalt, jom vesh edhe e kum pa vozicën e ministrisë që veç kisha ardhur me marr, kështu që kemi bë mbledhjen e qeverisë diku në 5:30 në mëngjes. E mira e një lloj komunikimit që ka vlejt shumë në Shqipëri, nuk di a keni këtë qeveria e WhatsAppit. Aha, okay, po. Okay. Është e vërtetë që na kemi përdorur shumë WhatsAppin, po jashtëzakonisht shumë. Deri në pikën ku kum pas për shembull 2200 drejtorë të shkollave në grupe në WhatsApp. Wow. Edhe kemi pas komunikim ditor, për aq sa kom pas nevojë për informacion ose ata kanë pas nevojë me paraqit në ankesë prej zona ndryshme. Kur ka ra tërmet, unë kom çuni porosi në të gjitha grupet dhe kom thënë a jeni mirë, a i keni familje të mirë, edhe a mundi më shku veç deri në shkollë me pa çfarë gjendje është shkolla, nëse mundi një raportim të shpejt.
edhe kom mujt me raportu mandej në mbledhje qeverie mrena 1 ore për gjendjen e shkollave, sepse drejtorët e shkollave ishin njerëz që ishin më së afërmi te krejt shkollat që se në ato momente nuk e dishim në fakt çka është situata në teren. Kështu që mu kjo qeveria e WhatsApp-in më ka shërbyer shumë mirë për me kry punën sa më mirë që ka qenë e mundur, se kam qenë në kontakt të përditshëm direkt me krejt njerëz në teren.